Luma ai njeri që nuk ecën sipas këshillës së të pabesëve, nuk qëndron në udhën e mëkatarëve dhe nuk ulet në shoqërinë e tallësve, por e ka kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit dhe mediton ditë e natë. Ai do të jetë si një pemë e mbjellë pranë përrenjve të ujrave, që jep frytin e saj në kohën e vet dhe gjethet e saj nuk vyshken. Çdo gjë që bën i del mbar. Te ky psalm neve mësojmë dy rrugë, dy destinacione. Nuk ka rrugë të tretë. Edhe ky psalmi na vën përballë dy zgjedhjeve të qarta. Një në rrugën e të drejtit dhe në rrugën e të pabesit. Ne vëmë re këtu që psalmisti e krahason veten tonë me një pemë që është mbjellë pranë ujrave. Nuk ka një rrugë të tretë, pra jeta është një udhtim moral dhe shpirtëror. Dhe çdo njeri ecën në njërin prej tyre. Njëra çon në bekim dhe tjetra në shkatrim. Psalmisti këtu nuk flet për fat, por për zgjedhje. Bekimi nuk është rastësi, është rezultati i qëndrimit ndaj fjalës së Zotit. Karakteri i njeriut të bekuar. Njeriu i bekuar përshkruhet jo nga ajo që bën, por nga ajo që nuk bën. Çfarë do të them? Për shembull, një njeri i bekuar nuk ndjek këshillat e të pabesëve. Nuk qëndron në rrugën e mëkatarëve. Ai nuk ulet me tallësi. Një njeri që është i bekuar, një njeri që ka zgjedhur pra të eci në rrugën e Perëndisë, gjithmonë sjell fjalën e Zotit. Mëkati gjithmonë të përfshin ngadalë derisa ti bëhesh pjesë e tij. Njeriu i bekuar ruan zemrën dhe shoqërinë e tij, pra e zgjedh shoqërinë, nuk shoqërohet me njerëz të ligj. Kënaqësia në ligjin e Zotit. Sekreti i jetës së bekuar është dashuria për fjalën e Perëndisë. E ka kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit dhe mediton ditë e natë. Këto gjëra neve duhet mendojmë, është shumë e rëndësishme sepse neve bëjmë një luftë të madhe me mendjen tonë, çfarë ne mendojmë, çfarë ne dëshirojmë. Kënaqësia në fjalën e Zotit nuk është detyrim fetar, por një lidhje dashurie, pra ti zgjedh të jetosh në këtë mënyrë. Kur lexojmë dhe meditojmë fjalën, ajo bëhet ushqim për shpirtin, bëhet dritë për mendjen dhe forcë për zemrën. Fryti i jetës së bekuar. Rezultati është si një pemë e mbjellë pranë ujrave. Ajo rritet me qëndrueshmëri. Ajo jep fryt në kohën e vet. Jo me nxitim, por në kohën e duhur të Zotit. Siç themi neve, pema, frutet kanë kohën e vet dhe ato frute janë të mira kur bëhen në stinën e vet, jo kur detyrohen, sepse nuk kanë shije, nuk kanë vlera të shqyrtëse. Njëjta gjë është dhe me fjalën e Perëndisë. Na rrit dhe na forcon në kohën dhe në planin e Zotit. Dhe çka që bën i del mbar, jo sepse jeta është e pavështirësi, por sepse është në përputhje me vullnetin e Zotit. Gjithashtu ne mësojmë për fundin e të pabesëve. Në kontrast, pabesët janë si kashta që era shpërndan. Ato mund të duken të fortë për një kohë, por mungesa e rrënjëve shpirtërore i bën të paqëndrueshëm. Zoti e njeh rrugën e të drejtë, por rruga e pabesëve përfundon në humbje. Një meditim ose një analizë personale që neve mund të bëjmë për veten tonë me disa pyetje. E para do të ishte, cila është kënaqësia ime e përditshme? Ku gjej unë kënaqësi?
A ushqehem unë rregullisht me fjalën e Zotit? Dhe një pyetje tjetër do t'ishte, apo e ruaj unë veten nga ndikimet që më largojnë prej Zotit ju bekoft.